Mirë se erdhët, jemi përsëri në kuzhinë, në pjesën tonë të fundit për të ardhur me një tjetër recetë, ndërkohë kalojmë tek e treta, ndërkohë pitja aty vazhdon të piqet dhe duhet ta aktivizojmë përsëri minutazhin që të vazhdojë edhe më pak të skuqet dhe ta tregojmë për ju. Ndërkohë, po bëj gati hudrat, gjë që i kam soptuar me thik, duke i rregulluar pak sa krip piper, i punoj mirë me lug dhe patjetër kam patlıcanët që i kam vendosur në ujë me krip. Ja, të tilla. Pra, do të përgatisim patlıcanët sot duke i hudhrosur. Vendos pjesën, po, duke i hudhrosur mirë është. Kriposur, hudhrosur. Vaj. Po. Edhe i lë të tilla. Të vëj çik dylbit e mia. Dhe kam. Po. Kam bëj prerje të patlıcanit. Nëse ju është patlıcani i madh, normalisht përjeni në mes. Mos u shqetësoni fare sepse këto janë prerjet që kam bërur me thik. Në të kundërta, kur janë të vogla, bëni prerjet të tilla. Si të dëshironi ju. I paskëziu kështu të votë sklafare. Po, unë po demonstroj edhe këto tilla, edhe duke i lënë ju me ujë me krip, asgjë nuk ju shqetëson. Shtoni këtë masë që ju përgatisni në të çarat që keni bërë me thik, patjetër, ja, tillë kështu. Si puna, kur përgatisni mishin e qingjit, me hudhër edhe me erzat, hudhër krip, piper, sa asgjë tjetër nuk do. Ja. Në energjik, për shembull, kur ka shumë Jo, se i heqim shijen patlıcanit. Jo, për mishin e qingjit thash unë, se për patlıcanin kaq. Atëre shtoj vjam ose në çik vaj. Pak vaj. Filloj dhe i punoj mirë. Një masazhim të duhur. Sërish e punoj mirë aq sa këtu. Pra i qëndrimi në ujë dhe i ka zbutur pak. Kështu që dhe këto prerjet, po, shtypja me dorë, kripa që ka aty të hudhra, i zbut ato. Nëse ju nuk e doni për shembull, nëse ju nuk e doni hudhrën shijen e tepërt, atëre ja. Jepni shijen e tillë. Asgjë nuk na shkon dëm. Pra, duke vendosur, bëjmë edhe një masazhim të duhur të patlıcanit. Se dhe e zbutim tullin e ti. Patjetër që e zbusim tullin, ka qenë edhe në ujë. Po. Ja. Shiko, bëhet zbutja sepse e ndihmon, do bëj edhe një gjysmë tjetër, masën që unë kam. Kemi me hudhra dhe krip, edhe pak piper të zi. Duhet jetë mishtor. Opa. Dhe aty në tigan, sigurisht do t'i lëm derisa patlıcanët të zbuten dhe të bëhen për t'u konsumuar. Ja. Sepse pa dyshim do kenë marrë edhe ato shijen e duhur me masën e kripës. Dhe laj unë dhe pak duart. Dhe pasi ato zbuten, sigurisht për t'i servirur, për t'i konsumuar, ju mund të zgjidhni t'i shtoni pastaj edhe majtanoz, apo po deshët, apo më tepër për t'a çuar më tutje edhe djath, sipas dëshirës dhe preferencave tuaja. Ne u kujtuam për t'ju sugjeruar një recetë të tillë dhe për t'ja çfarë më ka ngelur mua tani këtu tani, do më duhet që t'ju tregoj recetën e shkruar patlıcan me hudhra. Për një familje mesatar ju duhet 8 patlıcan mesatar, 2 kokra hudhra, 2 filxhan kafeje vaj ulliri,
copëza djami, krip, piper i zi. Pra, mund të gatuan të skuqen edhe në djam deri, në ato djam. Pra djam ose vaj. Arsyeja është sepse edhe për shije, por edhe se djami duron më shumë temperaturën e lartë, për cilën i duhet patulxhanëve të skuqen. Ju shpesh herë të kaloj në zgarë. Zgarën kur e ngrohim, ne patjetër që e lyejmë me djam. Është që ndihmon për mos ngjitjen, e perimet ruan temperaturat, nuk digjet. Kurse unë po të vendos gjalp, nuk do këtem të rezultat. Prandaj unë shtova vaj. E bëj pak sa edhe më të shëndetshme, por jo se djami nuk është i shëndetshëm, është vaj më i mirë. Po ta marrësh, është ngjyra më e mirë. Po, duke e përdorur në mënyrë të moderuar, dhe nuk është i shkon çdo gatim. Tani nuk marrim edhe sallon edhe përdorim për gatim, ë? Sepse shpesh herë është edhe keq interpretimi i temës së duhur. Që do të shtoj unë bim aromatike, patjetër që të shtoj. Patjetër që të shtoj. Ne kemi majdanozin këtu, për i shkon shumë edhe patulxhanëve. Ne bëjmë gati për ta servirur. Dhe kjo pjata e madhe i shkon më mirë. Sigurisht që do të zbutem ndërkohë. Servirim edhe recetën e patulxhanëve që të aromatizuar. Aromatizuar, që është me të gjitha erëzat, prandaj dhe unë nuk përdora erëzat të tjera. Po. Sigurisht edhe e freskojmë pak me majdanoz të freskët. Dhe ja e servirim këtu ndërkohë, unë do të shkoj të marrë, me që nëse jemi në minutën e fundit, do të marrë edhe piten. Edhe pak ose fare ujë, shumë pak. Pitja jonë do edhe 10 minuta që t'jetë gati, apo jo? Mirë është, këtu është mpiksur, do edhe një 10 minutës, por që do t'ja u tregoj ambisave, që s'mund të rria pa u treguar. Në gjitha të gamë jeshillëqesh. Dhe e fundit fare, me patulxhanët. I vendosim dhe patulxhanët, nëse janë gati. Nëse jo i lëm në tigan, se e shohim në për fotot, janë zbutur. Unë prandaj dhe i ka marrë të vogla që të bëhen dhe më shpejt. Ja dhe receta e patulxhanëve, me hudhra, majdanoz, erza, vaj ulliri. Ju bëftë mirë, kush vendosi t'i përgatis këto receta, i keni edhe në kanalin tonë në YouTube, Reze Dielli, edhe në rrjetet sociale me foto dhe me përshkrimin për katës. Të lumshin duart që jemi nesër për stërim në Guzhinë me Albanën, ndërkohë ju pres pas pak do t'jemi me Altin Jokën.